Në Vlorë vazhdon saga e barës ekonomike, që i ka rënë tashmë mbi shpinë qindra bizneseve të qytetit, të cilët i përkasin kategorisë të njësive të akomodimit. Rreth 2 vite më parë, u lançua një nisëm nga Ministria e Turizmit për vendosje në çdo njësi hoteliere të impianteve të përpunimit të ujrave të zeza, por edhe atyre të ndotura. Nisëm kjo, e cila më pas u bë e detyrueshme, duke u përkthyer për tur operatorët e Vlorës në argjime të kota, gjoba të majme dhe një sër peripecish. Pas vendosjes në funksion të kësaj nisme, në fillimin e vitit që lan pas, tur operatorët e Vlorës u detyruan të shpenzonin miliona lek nga buxheti i tyre për të blerë disa bidona me përmasa kolosale, të cilët u shitën tek ata si impiantet e reja të përpunimit të ujrave të zeza, si dhe atyre të ndotura. Jo vetëm kaq, por paguan vlerën monetare për blerjen e tyre dhe materialet për këto impiante mbërritën por shumë muaj me vonesë. Madje në disa nga subjektet në Vlorë ende nuk kanë mbërritur, ndërsa në shumë të tjerë, megjithëse është paguar e gjithë kostua, e cila përfshin dhe montimin, ato nuk janë montuar. Jo vetëm kaq, por për të gjithë ata tur operator që kundërshtuan këtë vendim në argumentin se ishin gati të vendosnin nga buxheti i tyre për ndërtimin e një impianti të përbashkët në qytet, që do të bënte të mundur trajtimin e ujrave të ndotura, u akorduan gjoba të majme nga task forca e turizmit. Praktikisht, këta tur operator paguan edhe gjobat, por edhe vlerën e investimit, e cila në varësi të sipërfaqes rritej edhe më tepër. Të gjitha mendimet, sugjerimet, argumentet e tur operatorëve u hodhën në kosh, duke mos u marrë as pak parasysh. Ndërsa këtë sezon veror, jemi në realitetin që shumë biznese ende nuk kanë një impiant të përpunimit të ujrave pavarësisht se kanë paguar faturën e kripur ekonomike, ndërsa për këtë fakt, Ministria e Turizmit nuk jep asnjë shpjegim, madje nuk ka asnjë ndjesë drejtuar bizneseve të cilat ju rrëmbyen nga kuleta miliona lek. Sërish një pjesë e bizneseve, ujrat e zeza i derdhi në det, teksa Ministria e Turizmit nuk flet dhe nuk interesohet as për ndotjen të normave të lejuara. Për këtë ministri, me sa duket, rëndësi ka patur të merrte fondet dhe jo biznesi vendas, bregdet i Vlorës apo paksimi ndotjes. Tashmë që faturat janë paguar, çdo gjë është në rregull, askujt nuk i intereson më për detin e Vlorës, nëse në të derdhen ujrat të ndotur, apo për faktin se tur operatorët kanë paguar, por ende nuk kanë marrë shërbim. Me pak fjalë, mirë se vini, jetojmë në Shqipëri.